Ka filluar debati në kuvend për interpelancën e ministrit të punëve të brendshme Pançe Toshkovski, të paraqitur nga grupi parlamentar e Majta, pasi sipas kësaj partie, ministri Toshkovski ka kryer funksionin e tij në mënyrë të papërshtatshme, duke vepruar në mënyrë jo profesionale, të pakujdesshme dhe të papërgjegjshme, gjë që çoi në një sër veprimesh të paligjshme, skandale dhe transferime të personelit në MPB. Këtë interpelancë e shpjegoi deputeti nga radhët e së Majtës Sashko Jançev, i cili tha se interpelanca është bazuar në 10 baza, 5 prej të cilave janë të lidhura drejt për drejt me aksidentin tragjik në Koçan, në të cilën humbën jetën 62 persona, ndërsa afro 200 ishin të lënduar. Ministri Pançe Toshkovski, i cili është në pozicionin e ministrit për më shumë se një vit nga janari vitit 2024 në të ashtu quajturën qeveri teknike dhe më vonë pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024 dhe i rizgjedhur në qeverin e sapo zgjedhur politike të përbër nga kuadro të VMRO DPMN-s, Vlenit dhe Znamit deri më sot, në vend që të ndërtoj një urë besimi midis sektorit civil dhe policisë dhe të krijoj mekanizma për respektim të vazhdueshëm të ligjeve, ai ndiqet nga një seri veprimesh të pamatura, jo profesionale dhe për më tepër të paligjshme, skandale dhe dështime kadrovike. Jançev deklaroi se për integritetin moral të Toshkovskit flet mjaftueshëm edhe fakti që deri tani ai as nuk ka guxuar të ofrojë tërheqje për arsye morale, diçka që kanë bërë disa ministra para tij. Ndërkaq, për këtë foli edhe ministri Pançe Toshkovski, i cili tha se nuk ka frikë nga përgjegjësia dhe se mbetet në detyrë për të përballur me të vërtetën dhe për të sqaruar të gjitha dilemat. E tëra çfarë pam ishte etiketim i rrem. Ne duhet të udhëhiqemi nga detyrimi për të thënë të vërtetën dhe për të mbrojtur drejtësinë. Nuk po iki, nuk hesht, nuk po fshihem. Unë qëndroj këtu me gjithë peshen e detyrimit që mbaj. Çdo ditë, ky institucion do të përpiqet të sigurojë që dhimbja juaj të mos mbetet vetëm një dëshmi e heshtur e të paharrueshmes. Ndryshimet janë këtu, përgjegjësia ndihet, drejtësia është realitet. Toshkovski hodhi poshtë të gjitha akuzat dhe theksoi se MPB-ja punon profesionalisht, pa përzgjedhje dhe në koordinim të plot me prokurorin publike. Replika dhe kundërreplika vazhduan edhe nga deputetët nga partitë e tjera.